Atëherë të nderuara media, faleminderit shumë që ishi prezent në këtë seancë. Ajo se çfarë u vërtetua sot është ajo që kemi thënë që nga fillimi, se na jemi se bashku me kushtrimin, duke zgjedhur granitin si vrasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon edhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Ju falemnderit shumë. Nëse keni ndonjë pyetje diçka. Po, ju në proces gjyqësor keni kërkuar burgim të përjashtëm edhe për kushtim kokallën, kjo nuk ka aprovuar nga gjykata tash, si e pritet këtë pjesë të vendimit. Sa i përket kushtrim kokallës, po besoj që gjykata e ka parë ashtu, për këtë mund të folë edhe avokati, se çfarë dënimi pritet, çfarë dënimi kemi pritur ne për të. Megjithatë vendimi sot, megjithatë u azbut pak zemrat. Sa do pak na ka lehtësuar dhimbjen edhe neve edhe familjes, po besoj që ishte vendim të cilin e kemi pritur gjithë populli shqiptar, jo vetëm ne familja. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit gjithë. Faleminderit.